Të gjithëve na ndodh që të gjykojmë. Pra, mbase nuk është fjala gjykim, mbase një veprim që ti bën dhe që bie nuk të pëlqen, bie ndesh me ato mendimet e mia. Pra, për shembull, mund ta marrësh gjykim, një gjë që mua nuk më pëlqen është kur fëmijët rrin deri vonë zgjuar. Pra një fëmijë i vogël që rri deri në orën 12, 1 dhe prindi thotë që po unë s'kam çati bësh se nuk fle gjumë, mund ta quash gjykim. Nuk është gjykim, është mendimi im, që nuk është e drejtë. Pra unë nuk do ta bëja dhe më duket e padrejtë për fëmijën. Pra të gjithë. Po këtu jam okay, sepse këtu ndaj mendime. Po, të gjithë ne ndaj mendime dhe pikërisht mbase këto mendime që ndajmë na ndihmojnë që të përmirësohemi. Se ka shumë gabime që unë bëj si prindë kur i dëgjoj. Por nga kjo të thuash që ofendime dani. Do të vi turpe, skandale, ç'është kjo nën kshu po se e keni mendjen ju për të dalë edhe për, do të thënë tu ka lënë një tjetër fazë. Edhe mendoj që nuk duhet ta bëjmë se gjykohemi mjaftueshëm.